Me përfundimin e pjesës parë, kur kemi pa mjetet para ushtarake të policisë, dhe më thonë një lloj invazioni, edhe para mendoj të ishte kohë që po thoshte shumë e ftoftë. Edhe na ka dashur, më thonë, në ato pajisje sportive me shorce me gjithatë që kemi pas, kështu teshat me lojtar, me 3 lojtare kemi kalu lushtën, është lusht aty, është dashur sitnica vërtet, e kemi kalu sitnicën kom në për ujë ashtu. Edhe kemi donë pjesën tjetër, kemi orë kom të ikë prej aty, disa i kanë zonë, i kanë maltretuar gjithë ato dhe tëtë. Dhe gjë historia jonë, historia e vërtet është shumë interesante. Për ata që ka përjetu, vërtet ka qenë është, më mendoj, një histori me shumë sakrifica, nuk diskutohet, gjithë gjenatat më të vjetra i dim, i kom përjetu edhe vetë, me shumë bashkëtojtarë dhe me gjithë ata protagoniste që kanë bojë gjallë futbolin. Më kujtohet, domethënë, prej viteve 90 kur na kanë dëbu prej stadioneve dhe prej punave, gjithë ato e dim atë historinë. Edhe unë të them se jem vetëmi populli më specifik, është vetëmi popull që ka dalë me atë idenë që me bën një ligë paralele me ligën, domethënë, ish Serbisë, ish Kosovës, domethënë, apo ish Serbisë. Edhe më ka qenë një ide briljante, një ide e cila, po them njerë, asnjë popull nuk besoj që kishte me pas këtë ide me formu. Kështu që, po them, edhe vetë kam qenë ato prej ditët parë kur kem fillu këto, krejt Kosovën, e di atë histori kur kem fillu edhe vitet e para, domethënë viti i parë kur e kemi bët ligën, po them, paralele, dhe kemi bën me gjithë ato protokolle si me qenë zyrtare, domethënë normal në për fusha i kemi bë fushat të improvizume, ku normal gjatë asoj periudhe pothuajse 8 vjeçare, 9 vjeçare deri në momentin kur është bërë kjo masakra 98-ën në prekas tek familja Demjasharit, ato pastaj u ndërprej ligat. Po deri ato momente e di shumë mirë, domethënë ka qenë periudhë ku ne kemi marrë gjallë futbollin, edhe ato vërtet ka pas shumë lojtar talenta të cilët fatkeqësisht kanë qenë një periudhë shumë të keqe dhe talenti i tyre ka shku huq, domethënë sepse nuk kanë pas mundësi më rritë edhe më zhvillu në kushte normale. Kemi pas domethënë kësi tortura sportive, jo ndoshta fizike, po normal në shumë raste ne kanë ndërprer, shumë raste edhe shumë prej tyre edhe publiku dhe lojtarë janë rrah. Domethënë kemi shumë raste të tilla që edhe ato i kemi përjetuar. Mirë po, në asnjë moment nuk e kemi ndalëm. Me një javën tjetër kemi filluar lojën tjetër, kështu që në farë forme e majnë mend në stadiumin e Flamurtarit kur ishim kur u bërëm kampion me Trepçën, ishin po them mund të them 5000 vetë, edhe regjimi na ndërprej, po nuk na ndërprej të lojën. Domethënë çaq entuziazëm i madh ka qenë, domethënë çaq interesim i madh ka qenë për kombëtarin ton, ku edhe për futbollin tonë, ku edhe në ato kohë do thotë interesimi i lojtarëve i shikuesve ishte i jashtëzakonshëm. Po them përkundër atij rrezikut që gjithmonë regjimi gjithmonë në momente shumë, domethënë shumë raste kari ka ndërprej lojët, ka bë dhunë edhe mirë, po ai që marrësi asnjëherë nuk ka mujt me na ndal, do thotë nga ideja jonë edhe nga qëllimi jonë që me zhvillu lojët, me mbajt futbollin gjallë edhe, po mos kishte me qenë kjo periudhë, se ndoshta për dikon nuk është shumë interesante, po për ne që kemi përjetuar është interesante edhe për, domethënë atë impaktin që ka pas ajo, domethënë vërtet shumë interesante sepse po të kishim po flas deri pas luftës vitin 99-2000 kur veç ka përfunduar lufta, ka filluar pastaj epoka e re. Po të kishte mos me qenë aktive komplet futbolli për 10 vite, para mendo sa lojtarë sa kishin mbushu. Kështu që mendoj që ai periudhë është nuk quhet rastisht historike, sepse është periudhë ku vërtet edhe në ato kanë filluar ato po flas gjithmonë i lojnë vitet 80-ta, 70-ta kur kemi qenë aty në Jugosllavinë. Po në këtë periudhën kur veç jemi ndonë nga ai regjim, edhe është mendoj ajo periudha parë kur janë filluar ato temelet e sakrificës, edhe pastaj pas vitit 2000, domethënë kur ka filluar po them njerë kjo periudha e re e futbollit kosovar edhe kombëtarës, unë mendoj që është një periudhë ku edhe sot lojtarët e kombëtarës, edhe më herët edhe sot frymëzohen, sepse është një histori që të thënë ata e shfrytëzojnë edhe si motiv edhe nuk e harrojnë mënyrën se si ata e nortë. Normal ato situata nuk kanë qenë të lehta edhe në aspektin psiqik, sepse
normal lojnë trauma, kryon trauma edhe tek një lojtar që kemi qenë edhe tek gjitha ta këten, por edhe tek trajnerët, edhe tek njerëzit që e kanë mojtë gjatë, domethënë që kanë investu edhe, sepse edhe ato është dasht, domethënë me pas mjete financiare për me mbajtë gjallë, sepse janë udhëtimit, janë ato ka pas shumë, domethënë, kështu që gjithë ata e kanë meritën. Po ajo që thatë ju është e saktë, vërtetën kam përjetu vetë, në një finalet kupës Trepça, isha lojtari Trepça me Minatorin, tash kjo Trepça të të finalet kupës në Sprekonis, këtu ka qenë stadiumi, mos tem, tash, mos paragjykoja kanë qenë 1000, po me siguri 1000 vetë kanë qenë me shikur lojnë, edhe ishte një finale jashtëzakonshme, ishte dikon në ndorë, edhe me përfundimin e pjesës parë, kur e kemi pa mjetet para ushtarake të policisë, dhe më thonë, një lloj invazioni edhe para mendoti ishte kohë që po thoshte shumë e ftoftë. Edhe na ka dashur, më thonë, në ato pajisje sportive me shorça me gjithë ato që kemi pas, kështu teshat me lojtar, me 3 lojtare kemi kalu lushtën, është lusht aty, është dash sitnica vërtet, e kemi kalu sitnicën kom në për ujë ashtu. Edhe kemi dhënë pjesën tjetër, kemi orë kom të ik prej aty, disa i kanë zonë, i kanë maltretuar gjithë ato do të thotë. Pastaj normal që ato krijon një traumë se nuk është lehtë. Pastaj të vish kom prej aty deri në shtëpi, duke mordhiv me gjallë kushtet jashtë, domethënë me atë ftoftë, edhe kështu që normal që krijon traumë. Në ato momente pastaj janë ato hezitime se a me vazhdu mos vazhdu, po gjithmonë kanë dalë njerëzit, edhe trajnerët edhe njerëzit që e kanë bajtë edhe gjithë ne, që na kanë bindë, edhe na kanë tregu që kjo është një lloj sakrifise në rrugtimin tonë për atë qëllimin që kemi caktuar vetë qysh fillim, edhe normal që do të me rezistu.